Përshëndetje, unë jam Aldo Cellulari dhe jemi këtu në një tjetër video për të treguar disa nga shkeljet e organizatës Mujahedina. Por sot kemi vendosur të flasim për datën 29 korrik të vitit 1981, një datë që përkon në kalendarin iranian si 7 Mordad të vitit 1360. Ky në fakt është një moment dhe një datë që shënohet një moment shumë i rëndësishëm në historinë politike të Iranit dhe në organizatën Mujahedinët e popullit. Pasi ndodhi një përshkallëzim në përplasjen e autoriteteve iraniane dhe në fillimin e konfrontimit të përplasjes me konfrontimin armatosur të tyre, Masud Rajavi u largua nga Irani dhe u vendos në shtetin evropian në Francë, ku vazhdoi aktivitetin e tij politik. Sot flas në emër të shoqatës Nejat Albania, një organizatë dhe shoqatë humanitare e cila operon në kuadër të integrimit të komuniteteve të huaja në Shqipëri, përkatësisht komunitetit iranian, i cili është i dezertuar nga kjo organizatë, nga organizata Mujahedina. Shoqata Nejat ka dëgjuar dhe dokumentuar prej shumë vitesh dëshmi të shumta nga ish anëtarë të kësaj organizate, të organizatës së Mekut pra, si dhe nga familjarë që prej dekadash kërkojnë të rivendosin kontaktet me të afërmit e tyre. Këto dëshmi përshkruajnë një periudhë tepër të vështirë, ku vendime politike dhe ushtarake patën pasoja të rënda për shumë individ dhe familje. Sipas dëshmive të ish anëtarëve, udhëheqja e organizatës besonte se situata e krijuar nga lufta midis dy shteteve Iran-Irak do të krijonte kushtet për ndryshime të shpejta politike. Megjithatë, zhvillimet pasuan dhe treguan që këto situata dhe pritshmëri nuk u realizuan nga organizata sepse humbi një pjesë të konsiderueshme të supportuesve dhe të mbështetjes së tyre që pretendonte se gëzonte. Gjithashtu në materiale publike dhe dëshmi të ish anëtarëve janë ngritur pretendime për bashkëpunimin e mëvonshëm të organizatës me regjimin e të njohurit Saddam Husseinit përgjatë luftës Iran-Irak. Këto janë çështje që kanë qenë objektiv debatesh historike dhe politike përgjatë shumë viteve dhe vazhdojnë të diskutohen nga shumë studiues, ish anëtarë dhe nga vetë organizata, e cila ka kundërshtuar një pjesë të paktën të këtyre akuzave. Për shoqatën Nejat Albania, përtej debateve politike, çështja më e rëndësishme është dimensioni njerëzor. Edhe sot ka familje që prej dekadash nuk kanë patur mundësi të takojnë dhe komunikojnë lirisht me fëmijët apo dhe familjarët e tjerë të tyre, të cilët ndodhen brenda strukturave të izoluara të kësaj organizate. Ka prindër që vazhdojnë të presin një telefonat, një letër fizike apo dhe një takim fizik me fëmijët e tyre. Ka motra, vëllezër dhe fëmijë që duan të jetojnë me shpresën se një ditë do të ribashkohen me njerëzit e tyre të dashur. Shoqata Nejat Albania nuk merr anë politike apo debate të cilat mund të jenë të anshme, por misioni është humanitar. Ne besojmë dhe mbështesim të drejtën universale që çdo individ për të komunikuar lirisht me familjen, për të marrë vendime të pavarura për jetën e tij dhe për të jetuar pa izolim. Ne besojmë se dialogu, transparenca dhe respektimi i të drejtave themelore të njerëzit do të jenë rruga e vetme për të shëruar të gjitha plagët e të shkuarës. Këtë përvjetor, në fakt duhet të kujtojmë jo vetëm një ngjarje historike, por dhe pasojat e vendimet politike që mund të ketë ndikim në jetët e njerëzve të zakonshëm. Dhe në fakt zëri ynë është zëri i familjeve që kërkojnë vetëm një të drejtë themelore, të kenë mundësinë të shohin dhe të dëgjojnë dhe të përqafojnë përsëri të afërmit e tyre. Ky është angazhimi kryesor dhe primar i shoqatës Nejat Albania dhe ky do të mbetet gjithnjë misioni ynë. Faleminderit.